Do të më mbyll dritaren. Janë duke bërë punime e këtë mundohem me evitu zhurmën, shpresoj që mikrofoni të kryej punën e vetë. Të nxeht jeta me shpresoj që jeni mirë. Kam marrë në Tiranë edhe tash sapo kam marrë në hotel, jam të dashur me u bë gati për me dalë në darkë, po më kujtu që i kam ble disa bizhuteri të reja, edhe ju kam thonë që kam me bo një video enkas për mi tregu bizhuteri të reja. Ato janë shumë minimaliste edhe shumë stilin tem, kështu që po ju tregoj edhe shpresoj që t'ju kenë pëlqyer, ndërkohë që ju tregoj, ndoshta do të kem ndonjë ide se cilat bizhuteri ti përdor sot në darkë, me i nda bizhuteri të reja, meqense ju kam thënë se do ta bëj një gjë të tillë. Kam aq shumë, t'i largoj një herë. Jam një person që përdori shumë në bizhuteri oren, më shumë se sa argjend, më duket se më shumë më ngjason me stilin tim edhe më shkon, por edhe argjendi nuk është se nuk më pëlqen. Kësaj here kam marrë pak më shumë argjend, sepse në disa kombinime që po i bëj, thjesht po e shoh që nuk po kam argjend të mjaftueshëm, sepse gjithmonë duke bler ore, dhe kam bërë ca ndryshime, po më besoni gjërat janë shumë të mira, janë shumë elegante, shumë të thjeshta dhe shumë të lezetshme. Të lezetshme se kam thënë ka herë. Okej, fillojmë prej kësaj. Shikoni sa e bukur është. Kjo është e dyta, si tennis bracelet, edhe kjo është shumë e bukur. Kjo është tipik minimaliste, elegante, me pel, edhe me are. Kjo është set, ka vathët, edhe ka zinxhirin. Sa e rregullova. Edhe kjo është shumë e bukur. Për me shku me këto dyja, e kam marrë edhe një unaz, që po më pëlqen shumë. Edhe kjo shumë e thjeshtë. Sot e kam dëgju që për me bo balancim të çakrave, kam lexuar në një libër japones, edhe kam diskutuar me një shoqe time. Për me bo balancimin e çakrave dhe të energjisë së njerëzve, është mirë në njërin anë me mbajt are, edhe në anën tjetër me mbajt argjend. E kundërta e gjithë asaj që e kam dëgjuar gjatë gjithë kohës që nuk duhet t'i kombinojmë të dyja, po ishte një ide shumë interesante që e dëgjova. Ja edhe kjo unaza. Kështu. Shumë e bukur. Kjo është e preferuara ime. Me të vërtetë është e preferuara ime sepse orat unë gjithmonë i kam pasur më të mëdha dhe nuk i kam pasur kaq të vogla, po kam kërku ka herë me pas një orë më minimaliste me stil, që është në ngjyrë are, për shkak se më kombinohet më shumë me gjithë bizhuteritë që shumicën i kam, edhe me qenë kaq elegante. Edhe kjo orë ishte ideale, veç në fakt duhet ta ngushtoj pak, sepse ishte pak më pak më e madhe, po ja, shikoni se sa e bukur. Me të vërtetë shumë elegante, për ndryshe unë orën e mbaj në dorën e djathtë, edhe pse nuk jam majtake. Interesante. Kam edhe një set tjetër, që ju thash se kam marrë më shumë argjend, për shkak se kam pasur mungesë të bizhuterive argjend. Po shikojeni sa minimaliste dhe sa elegante janë këto. Ja, shikojeni sa të bukra edhe sa të lezetshme janë. Janë tepër të bukra. Menzis po pres me i kombinu edhe mi ju tregu në veshje se si po kombinohen edhe sa bukur po rrin. Një diçka interesante, t'ju ja tregu mikit bizhuterit, i thash, kjo më pëlqeu shumë, duke shumë interesante. Tha, po, janë zemra. Thash, jo, nuk janë zemra. Nga që kur e kam po këto, ka ardhur kështu. E shikoni? Pra ka ardhur kështu. Por, kjo hapet. Dhe këto janë 4 zemra. Sa interesante? Se u bën. Ja pra. Shumë të bukura. Për gjithë ju që doni me i pas bizhuterit shumë bukura dhe stilet të ndryshme, e sidomos të stilit të elegancës dhe të thjeshtësisë, unë ja u postoj faqen ku i kam ble këto, po gjithashtu ju shkruaj edhe në Cozy with Tringa, ashtu siç bëj gjithmonë, duke ju treguar gjërat ose vendet se ku po i blej gjërat e mia. Për krejt ju që më pyesni dhe keni kuriozitet, gjithmonë shkoni te Cozy with Tringa, sepse aty gjeni çdo gjë që është në rrjetet e mia sociale, gjithmonë janë përgjigjet aty ku unë tregoj vendet ku kam ble, po edhe gjithashtu këto bizhuteri. Po për ndryshe,
Nëse keni ndërkohë ndonjë ide se si ti kombinoj këto aksesor, më njoftoni dhe më shkruani pra kombinimin e ngjyrave, ndonjë ide interesante, edhe e realizojmë një video tjetër. Si gjithmonë, Tringa ju puth shumë, edhe ju përqafon fort. Miru pafshim!